Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Edhe këtë vit panajiri i Leipzigu do të shkëlqej me shifra marramendëse, duke mbledhur rreth vetës qindra mira vizitore, mira ekspozues nga e gjithë bota. Panajiri i librit në Leipzig është një tubim i jashtëzakonshëm që bashkon lexues, autor, botues dhe kompani mediatike nga e gjithë bota. Në një vend ku zbulohen perspektiva të reja, mësohen risi të fundit dhe zhytemi në një larmi të pafundme të literaturës, edhe këtë vit Kosova do të marrë pjesë me shkrimtarin Aga Polloni dhe përkthyesin Qerim Ondozi të përzgjedhur nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Në studio kemi përkthyesin Ondozin me të cilin do të flasim rreth panajirit. Përshëndetje Qerim. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Çfarë roli luan Qerim Ondozi në përfaqësimin e Kosovës në këtë panajir? Pikë së pari, siç e thatë në fillim, Kosova po prezantohet me një shkrimtar dhe me një përkthyes, ndërsa përkthimi në përgjithësi është pjesë e pandashme e letërsisë, është një botë e cila na hapet drejt letërsisë botërore. Po ashtu është edhe një botë ku letërsia jon shihet dhe lexohet në botë, duke vlerësuar rëndësinë që e ka përkthyesi në këtë shkëmbim letrar dhe kulturor. Biblioteka Kombëtare e Kosovës si vjet po prezantohet edhe me një përkthyes. Gjithashtu roli i përkthyesit, roli im konkretisht këtu lidhet shumë ngushtë dhe shumë mirë edhe me moton e si vjet me të panajirit, i cila është Words Move Worlds, që në përkthim do thotë fjalët lëvizin botën. Dhe me çfarë do ta përfaqësoni Kosovën? Unë do të prezantohem me një vepër timen, të cilën autori i cilës jam unë vetë, do thotë unë e kam shkruar një ditar satirik të quajtur Kosova brenda 37 shkronjave, ku unë realisht trajtoj 37 fjalë të cilët me kohë kanë marrë kanë lëvizur botën dhe kanë marrë kuptime të tjera. Dhe cila është e shkronja 37? Është shkronja W. W, ja. E cila në Kosovën e pas luftës ka hyrë fuqishëm. Atëherë, cilat janë pengesat kryesore, të flasim pak kështu në përkthimin e librit në arenat ndërkombëtare, përkthimin e librit ton për të hyrë në tregun? Në përgjithësi, pengesa më e madhe e përkthimeve tona në gjuhë të tjera është mungesa e folësve apo të njohësve të mirë të Shqipës, të cilët si gjuhamtare kanë një gjuhë tjetër. Do thotë kjo është pengesa e parë. Për fat të keq, përkthyes të zot të Shqipës në gjuhë tjera mund t'i numërojmë vetëm me gishta, do thotë janë aq pak disa prej tyre tashmë edhe të ndjerë dhe të kurret ky numër i përkthyesve derisa shtetet tona, kur them shtetet tona flas për Shqipërinë, Kosovën, potencialisht dhe Maqedoninë, nuk bëjnë punë, por duhet të bëjnë shumë më shumë punë që të kërkojnë edhe të rekrutojnë, pse jo, të përgatisin folës të Shqipës të cilët do ta përkthenin letërsinë tonë në gjuhët e tyre. Dhe a ka të bëjë diçka edhe me gjuhën gjermane, që të jemi pjesë të kemi një peshë më të madhe? Patjetër që në panajir, masi që në Gjermani në Leipzig. Në rastin konkret, ose nëse marrim parasysh edhe panajirin e Frankfurtit, po edhe panajirin e Leipzigut, gjermanishtja është një gjuhë shumë e rëndësishme evropiane. Po përveç asaj natyrisht, unë kur flasim për letërsinë tonë, letërsinë shqipe si në Kosovë ashtu edhe në Shqipëri, është gjithashtu tetë e rëndësishme që ajo të përkthehet në gjuhët e rajonit. Sepse kur arrin të depërtosh në gjuhët e rajonit, ku gjithsesi të kuptojnë mjaft shumë, duke qenë që kontekstualisht jemi të ngjajshëm, atëherë edhe depërtimi ndërkombëtar, të themi ashtu, bëhet shumë më i lehtë. Nëse një herë na pranon rajoni, shumë më lehtë na pranojnë edhe vendet e tjera. Pasi jemi tek vendet e rajonit që e përmende, ku jemi ne, si rangohemi me ta në suksesin që e kemi në përpanajirin përgjithësi të themi, librit? Atë mund ta masim edhe me depërtimin tonë në rajon. Unë nuk mund të numëroj të themi 10 vepra të gjuhës shqipe që janë përkthyer në gjuhë të rajonit. Do të kemi një prodhimtari shumë të vogël përkthimore. Ndoshta gjithashtu autorët kanë dëshirë më shumë të përkthehen në anglisht sesa në kroatisht, sepse konsideron që nëse arrin të përkthehet në anglisht, gjithsesi do të depërtoj
në arenën ndërkombëtare duke qenë që anglishtja ose gjermanishtja, këto gjuhë të mëdha kanë më shumë fuqi, më shumë hapin më shumë dyrë etj, por unë sinqerisht besoj që nëse ne arrim të përkthehemi në rajon, do të përkthehemi edhe ndërkombëtarisht. Qëndron më mirë rajoni se sa ne, sepse ne jemi gjuhë e vogël, jemi gjuhë që flitet nga 3, 4, 5 milion, derisa në rajon për shembull ende rajoni e percepton veten si një treg. Kam fjalën për shembull, edhe nëse një shtëpi botuese është kroate, ajo do të depërtojë letërsi edhe në Bosnjë, edhe në Serbi, potencialisht edhe në Maqedoni, për shkak të ngjashmërisë gjuhësore. Do thotë tregu është shumë më i madh, derisa për fat të keq dua ta ndaj këtu një s'po them shqetësim, po të themi një detaj që letërsia e Kosovës me vështirësi depërton edhe në Shqipëri. E lëre më në rajon apo në arenën ndërkombëtare. E di që e përmendin mes juve edhe përkthyesve dhe autorëve të gjithëve, kështu që vdekja më vjen nga sytë e tillë, nga Recep Qosja mbetet libri romani më i përkthyer. Pse nuk ndodh që asnjë vepër tjetër që ta thej këtë rekord, themi? Po, së pari duhet të dim që natyrisht është Recep Qosja dhe pastaj kemi shkrimtarë të tjerë, do thotë është e para është vështirë të krahasohemi, por gjithashtu mund të spekulojmë që ai është përkthyer në një kohë ku me gjasja dhe veprimtaria përkthimore ka qenë shumë, të themi, shumë më aktive, shumë më profitabile, ku janë përkthyer një numër, të themi, kolosal veprash ndërkombëtare në gjuhën shqipe, pastaj ka filluar edhe ky rrugtimi anasjell të veprave shqipe në gjuhë të tjera. Tash ky trend po zvoglohet për fat të keq, për arsye të cilat i ceka në fillim të intervistës. Nuk di a të drejtohet kështu, por ndoshta diçka di rreth kësaj pyetje që pse Biblioteka Kombëtare, do të thotë, ka përzgjedhur autor, dërgohen e jo Ministria e Kulturës ashtu siç do me vendet e rajonit, Kroacia, Slovenia, Shqipëria, që dërgohen në Leipzig. Nuk e di. Megjithëse është një shikoni, ajo mbështetja është nga Ministria e Kulturës dhe është një farë në mënyrë indirekte, Ministria e Kulturës është ajo që i dërgon autorët. Ndoshta jemi në file të pjesëmarrjes tonë ndërkombëtare. Po flasim për një proces i cili duhet të marrë kohë që ne vërtet të jemi me këmbë për tokë dhe të jemi, themi, në nivelin e shteteve të cilat për vite me radhë janë prezent në këto panajire, por edhe në panajire tjera, jo vetëm në panajire Leipzig. Këtë sfidë, këtë barierë për ta tejkaluar, a do të themeluar ndonjë qendër apo diçka tillë që të jemi më të përfaqësuar, themi? Shikoni tani, shpresojmë që në mandatin e ardhshëm, të themi, kur të themelohet qeveria, një nga prioritetet e saj do të jenë gjithashtu edhe ligji për botueshmërinë, i cili vërtet mund të ligji për veprimtarinë botuese, i cili vërtet mund ta trajtoj të gjitha këto çështje për cilat kemi biseduar. Prej promovimit të autorëve tanë, deri te përkthimi i letërsisë së huaj në gjuhën tonë, po deri te gjetja dhe, të themi, përgatitja e përkthyesve, të cilët do të përkthejnë nga gjuha shqipe në gjuhët e rajonit dhe nga gjuha shqipe në gjuhët e mëdha. Këtë mund ta bëj duke themeluar një qendër, po themi ashtu. Aktualisht ka modele të mira, ka modele funksionale, do thotë që ka edhe propozime që edhe Këshilli i Librit si një organ këshilldhënës i Ministrisë të Kulturës për veprimtaritë botuese të transformohet në një agjenci të pavarur dhe të funksionojë, të themi ashtu, me orar të plotë të punës, ku do t'i trajtojë të gjitha këto çështje për cilat i përmende, e që deri më tani është në nivel vetëm të vlerësimit të projekteve të shtëpive botuese. Është e rëndësishme që të themelohet një qendër e tillë, por ajo nuk mund të realizohet pa ardhur deri te ndryshimi i ligjit për veprimtarinë botuese, i cili shpresojmë do ta marrë drejtimin e duhur në mandatin e radhës, kur do të formohet qeveria. qeveria. Kam tendencë të them në mandatin e tanishëm, nuk e di pse, sepse zgjedhjet janë kryer dhe është mandati i tanishëm i një qeverie. Kthehemi prap tek panajiri. Do thotë mbahen 2 panajira të mëdha në Gjermania, i Frankfurtit dhe i Leipzigut. Ta dim dallimin cilin e ka, cili është më i rëndësishëm apo nuk ka? Fokusi i panajirit të Leipzigut është më shumë te autori. Do thotë derisa në Frankfurt marrin pjesë
shtëpitë botuese me shoqatën e botuese, te Leipzigu fokusi është më shumë te autori. Ka për shembull një pjesë e programit është edhe takimi me autorin, ku do thot mund të vinë, do thot vizitorë të ndryshëm të takohen, të bisedojnë. E keni me datën 28, më duket. Po, kemi datën me 28, kemi një 2 orë të rezervuara të takimit me ata që janë të interesuar ta shohin prezantimin e Kosovës, do thot fokusi këtu është më shumë te autori. Shtëpia botuese. Çfarë pret nga ai takim, sepse është edhe hera e parë juaja që veç shkoni në këtë panajër nga një pjesë? Unë jam shumë, i themi, ngazllyer që po shkoj, më vjen shumë mirë që të themi fati ka qenë i tillë që vepra Kosova brenda 37 shkronjave të përshtatet mrekullueshëm me moton e si vjetën e thuaj se e kam përgatitur, e kam shkruar atë libër për këtë panajër dhe vërtet gëzohem që do të marr pjesë, sepse vërtet libri me cilin jam përzgjedhur është një farë forme materializim i motos së panajërit të si vjetën. Po. Trego për mos interesim atë themi, apo interesim të vogël të kolegëve tuaj në pjesëmarrje të këtyre panajëreve. Çfarë po ndodh? Nuk e di, ndoshta ka të bëjë me kritere, ndoshta ka të bëjë me faktin që duhet të kenë pasur vepra të përkthyera, prap po them, ka shumë pak autorë që i kanë shumë që kanë vepra të përkthyera, nuk mbase është pyetja që më shumë duhet i drejtohet organizuesit të konkursit. Qërim, faleminderit për kohën, shpresoj që do të vini me vepra tjera dhe do t'i promovojmë këtu në studio. Në kanë kaluar bëse 10 minuta. Faleminderit për disponimin që patët dhe urojmë suksese dhe lehtësira atje në panajërin e Leipzigut. Faleminderit edhe juve për ftesën, me sa e kuptova RTK-ja do t'jetë në panajër, kështu që do të takohemi edhe atje. Faleminderit shumë për ftesën dhe për interesimin. Faleminderit shumë. Një dit në Dugagjen, nga Peja në Deçan, nga Gjakova në Prizren, shkruan Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Qeku në postimin e tij. Ai vazhdon mëtej duke thënë se investimet në sport e kulturë fuqizojnë potencialin zhvillimor të kësaj zone. Ai thekson se ditën e nisën në Pejë në shtëpinë tradicionale me vlera të veçanta, konakun e Mahmud Begollëve të ndërtuar në shekullin e 18, ku sapo kanë përfunduar punimet restauruese. Ndalesa e dytë është Deçani, aty ku kanë nisur punimet për ndërtimin e pishinës bani gjysmë olimpike, investim në vlerë mbi 2 milion euro. Postimi shkruan edhe për Gjakovën, ku thuhet se pan 2 asetet të trashëgimisë dhe punimet në stadiumin e qytetit. Mëtej shton se pas fatkeqësisë së zjarrit para 2 vitesh, janë të lumtur që Muzeun e Muzikës e kanë kthyer në shkëlqimin e mëparshëm, ndërsa në kullën e Sulejman Vokshit, njërit nga figurat qendrore të historisë shqiptare të shekullit 19, restaurimi vazhdon dhe pritet të përfundojë brenda një viti. Në mes tjerash thuhet se vizitat i mbyllën në Prizren dhe Qeku shton se atje vazhdon procesi i restaurimit të kazermës së vjetër, ku pas përfundimit të punimeve do të akomodohet arkivi ndërkomunal i Prizrenit si pjesë e angazhimit të institucionit për të fuqizuar kushtet e ruajtjes së materialit arkivor dhe ato të punës për stafin e arkivave. Në përfundim të ditës, ishim mysafir në iftarin e shtruar nga ambasada e Turqisë në Kosovë dhe guvernatori i Edirnes, thuhet mes tjerash në postimin e Qekut. Baleti Kombëtar i Kosovës njofton se me 20 e 21 mars nga ora 20 do të shfaq premierën e baletit Deadline me koreografi të Sead Vuniqit. Premiera e kësaj shfaqje do të jepet në ateljen e Pallatit të Rinisë në Prishtinë. Ideja e baletit Deadline ka ardhur para shumë vitesh duke reflektuar se sa shumë punë dhe presion ekziston për të sjellë lajmin te qytetarët dhe garën mes redaksive për të qenë më të lexuarat në vend. Njëkohësisht shfaqja trajton vështirësitë e kohës së viteve 1930-1940 në krahasim me realitetin e sotëm. Në atë periudhë, gazetat ishin një pjesë thelbësore e jetës së qytetit, ndërsa sot ato janë në zhdukje. Në vendin tonë nuk ka më shtyp të gazetave si dikur dhe kjo e ka bërë këtë temë për koreografin Vuniqi të rëndësishme për të trajtuar, thuhet në postime në faqen e Baletit Kombëtar të Kosovës.
E kori dhe ansambli Filharmonisë së Kosovës koncertin e radhës do ta mbajë në Rahovec. Jemi të lumtur të prezantojmë koncertin e korit të Filharmonisë së Kosovës dhe ansamblit të Filharmonisë së Kosovës në Rahovec më 26 mars nga ora 19:30 në hollin e institucionit të arsimit dhe aftësimit profesional Selajdin Mulla Abazi Mici, thuhet në një njoftim të Filharmonisë së Kosovës. Sot nga ora 20 në amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës do të jepet premier shfaqja Mysafire të turpruarit me regji të Altin Bashës, e cila vjen si bashkëpunim i artistëve teatror nga Prishtina dhe Tirana, shkruan në Facebookun e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Shfaqja të turpruarit trajton identitetin, kulturën dhe konfliktet ndërkulturore në shoqërinë moderne. Përmes dilemave të personazheve, shfaqja sfidon stereotipet, diskriminimin dhe paragjykimet, duke nxjerrë në pas sfidat e një shoqërie të diversifikuar dhe nevojën për dialog e reflektim mbi marrëdhëniet ndërkulturore. Në shfaqje luajnë Adrian Morina, Blerta Sylla Surroj, Kushtrim Sheremeti, Aurita Agushi dhe Endrit Ahmetaj. Të nderuar shikues, ne këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur, ne ju falenderojmë që na ndoqët, mirupafshim nesër.